prej këtyre shtëpive mban brenda histori të ndryshme jete që nisin me dhimbje e përfundojnë me shpresë. Këto more në fshatin në Prishtinë janë kthyer në srej për shumë fëmijë të rinj anën mban Kosovës, me qëllimin e vetëm që fëmijët pa përkujdesje prindërore të rriten të pavarur, të zhvillohen dhe të kenë një fëmijëri sa më të mirë, fshati vazhdon misionin e tij. Por se ishin për ta, këto 365 ditë tregoi drejtoresha e programit Ora Bytyqi. Gjatë vitit 2025, ne kemi ofruar kujdes për 30 fëmijë dhe 12 të rinj pa përkujdesje prindërore. Njëkohësisht kemi punuar fort, kemi vazhduar që të punojmë në parandalimin e braktisjes së fëmijëve. Përmes programit të fuqizimit të familjes, ne kemi përkrahur, i kemi mbështetur, kemi qenë pranë 200 familjeve dhe 600 fëmijëve, të cilët jetojnë me prindrit e tyre, por që ballafaqohen me sfida të ndryshme. Sfidat sipas Bytyqit bëhen më të lehta falë sosnënës dhe sostezës që përkujdesen çdo ditë për këta fëmijë. Sosnana dhe sostezja mund të kujdesen deri në 5 fëmijë, do me thonë një sos familje mund t'i ketë deri në 5 fëmijë. Tani në qoftë se ato kemi motra dhe vëllezër biologjik, ne nuk i ndajmë, edhe ndonjëherë ndodh që janë edhe 6 fëmijë, po ndonjëherë ndodh që janë edhe më pak. Po ky është ai kapaciteti të cilin sosnana dhe sostezja mund të kujdesen për to. Fëmijët të cilët vinë në sosfshat pavarësisht se jetojnë, do me thonë, edhe nëse nuk janë motra dhe vëllezër biologjik, ata jetojnë si një familje. Por sosfshati këta fëmijë nuk i lë pa përkujdesje as pas moshës madhore. Kur fëmijët arrin moshën 18 vjeçe, ata kalojnë në programin e gjysmë pavarësimit, ne e quajmë. Kjo do të thotë që ata nuk jetojnë më në sosfamilje, marrin një banesë me qira, nëse janë duke studiuar, vazhdojnë studimet, nëse kanë mundësi me punojnë një punë me orar të shkurtuar, apo edhe nëse nuk janë duke studiu, ne kujdesemi, ju ndihmojmë, avokojmë për ta që ta gjejnë një punë dhe të jenë të zotë vetvetes. Emocionet që nuk di si t'i përshkrua janë vetë momentet kur fëmijët e sosit arsimohen dhe pavarësohen. Një ndër momente që kisha ndo, është momenti kur një prej vajzave tona e para në fakt, diplomoj edhe kreu fakultetin, edhe me të vërtet për ne ka qenë një arritje e madhe, sepse aty kemi qef me i pa fëmijët. Pavarësisht sfidave me të cilat përballen, ata këtë vetë cilësuan si vetë suksesshëm falë suksesit të fëmijëve.